Allahun azza wa jalla e falenderojmë. Salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fesnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku në këtë xhumo do të flasim pjesën e tretë të Islamit të Omer ibn Khattabit radhiyallahu anhu. Se si Omeri radhiyallahu anhu e ndihmoi Islamin pasi që ai u bë musliman, pasi që pranoi fen, pasi që hini në din. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju bë kabul duaja, ku tha: O Zot, ndihmoje fen tënde, ndihmoje Islamin me njërin nga dy njerëzit që ti mendon se është më i mirë. Dhe Allahu azza wa jall, dhe Allahu subhanahu wa taala zgjodhi që këtë din, këtë fe ta ndihmon me Omerin radhiyallahu anhu. Një ditë prej ditëve Ibn Abbasi radhiyallahu anhu e pyeti Omerin dhe i tha: Omer, tha, si e more nofkën El Faruk? Pse të quajtë njerëzit Omer El Faruk? El Faruk do të thotë dallues. Farraka shay'u farriquhu, do të thonë me nda diçka. Njeri du të mi dalu gjonat, po me ditë mi nda. Du të me dalu të arin prej argjentit që ta dojsh prej ati, të mirën prej të keqës që ta dojsh prej ti. Dhe Omeri radhiyallahu anhu ka qenë nga njerëzit që Allah i ka dhonë larg pamësi, që ka ditë me dalu të mirën prej të keqës. Si njeri ka qenë larg pamës, që shumë punë që s'kanë mujtë mi dojt të tjerit, i ka do Omeri radhiyallahu anhu. Ai ka ditë mi do. Ndonjëherë Omeri i ka do punë të hiç pa fol. Vetëm ka ardhur në atë vend ku ka pas mos marrveshje, keq kuptim apo s'kan mujt më marr vesh, vetëm si ka ardhur Omeri radhiyallahu anhu, u ka zgjedh puna më një herë. Derisa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për Omerin tha: Ma fajja Omerun tariqan illa wa fajja ash-shaytanu tariqan akhar. Tha nuk ban vaki që Omeri ta marrë një udhë e shejtanit të mos marrë që të udhë. S'ka mundësi me kalu ka udha ka kalon Omeri radhiyallahu anhu. S'mundet. Ati ku vjen Omeri hik shejtani. El Faruk, dallues, ka ditë mi da punë, mi sqaru çështjet, ka qenë larg pamës. Derisa edhe njerëzit me një shikum me nësi Omeri radhiyallahu anhu kanë ditë me pranu edhe fajin e vet, kabatën e vet. Historia me epitetin pse e ka marrë emrin Faruk është shumë, po njëne prej rasteve që Ibn Abbas e pyet, i thot: Omer, pse ti e morë epitetin Faruk? Si ta la pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Omer el Faruk? Omeri i cili e don të mirën prej të keqës. Sa prej njerëzve sot e dojnë të mirën prej të keqës, edhe sa prej njerëzve e pështellin të mirën me të keqe. E pështellin të mirën me të keqe. Apo të keqen e pështjellin me të mirë, për të arsjetu vetën, për t'ja bo qefin vetë vetës, për t'ja rritë qëllimeve të veta, sidomos për dunjo kërë në pytja. Mundot me saat me të bindë, se kinse një haram që aje bandë qenë ka halal, shkako. Omeri radhiyallahu anhu, tha një ditë prej ditëve, i thash ta pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: Ja Rasulullah, elesna lil haqqi in mitna wa in huyina. Tha: Ja Rasulullah, ne tha a i në hak, dhe a jemi në hak, edhe të gjallë, edhe të vdekur, a jemi tamam, jena në drejt edhe në këtë dunjo edhe në atë dunjo. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Bela ja Omer, gjithsesi ja Omer, tha na jemi në hak, edhe të gjallë edhe të vdekur. Si jemi hak edhe të gjallë edhe të vdekur? Tha na jemi në hak kur jemi të gjallë, shkaku se kur flasim drejt dhe flasim hakin dhe të vërtetën. Kur gjikojmë me të drejt. Kur mendojmë me të drejt. Dhe gjitha veprimet i kemi me të drejt dhe ka e mbara. Dhe i tha, edhe në atë dunjo do ta kemi hallin kështu. Çdo send ka e mbara dhe ka e drejta. Të gjallë e të vdekur, për ka e mbara dhe për ka e mira. Dhe Omeri radhiyallahu anhu prej këtij momentit e mori epitetin El Faruk, dallues, i cili ka ditë mi dallu
gjonat e këqija dhe të mira, hakin dhe padrejtsin, të vërtetën dhe pa të vërtetën. Derisa sahabët radhiyallahu anhum, si thot Ibn Mesudi radhiyallahu anhu, thot nuk kishmi mundësi mu falë në Qabe derisa u bo musliman Omeri radhiyallahu anhu. Derisa ai nuk ishte musliman, thot Ibn Mesudi, nuk kina pas mundësina me dalë mu falë në Qabe. E kemi përmend se u falëshin mas kodrës Safa, ku në atë zaman ajo pjesa ka në shkretin, toke pa shfridzushme, pa nevojshme. Thot Ibn Mesudi, derisa para se mu bo Omeri musliman, na shkojshmi u mshefshmi mas kodre për të falë. E kur u bo Omeri musliman, atër thot Ibn Mesudi, dolëm dhe u falëm ashiqare në Qabe. Fillum me dalë dhe mu falë ashiqare në Qabe. Dhe thonë sahabët tjerë, lemma estem Omer dhahar e l'Islam. Thot, kur u bo musliman Omeri, dul mejdan Islami ma. Si u bo Omeri musliman, Islami dul mejdan. Krejt e morën vesht, se në Mekke mo ka musliman dhe ka Islam. Deri atëherë, u dashkem sheft me ndejt. Deri atëherë, u dashkem sheft me ndejt. Pastaj thot, wa du'ja i lejhe ala njeten, edhe fillum që njerëzve me ju folë për fej, haptazi. Deri në këtë zaman si ishte, për mi kalëzu dikujt për fej, u dashke me shku më sheft natën të shpia ati, me ja kalëzu Islamin. Për ndryshe s'ka mujtë. Haptazi, s'ka pas mundësi dhe shansa që me kalëzu dinin dhe Islamin dikush. Sikur ma herët o gjallarët e tonë. Ulemaja e Shkupit, e këtim vetrojeve në përgjithësit Balkanit, e dini fort mirë që kanë hekë për me vëmsu musliman dhe Islamin dhe dinin. Na për shpijat e veta më sheft, u ka dash natën me shku me mësu ders të hoxha. Apo herët në sabah, u ka dash më sheft me shku të aj me mësu. Edhe qka libri nuk ka dash ose hiq mes me marë me veti, Kuronin ose hiq, ose me marë me mshef mirë me mshtelë dikun. Qështone që si kam dëgju prej do gjallarve, Allahu ish përblef dunjo dhe në ahiret. Prej do gjallarve të pleq. Kështu na mësojshin, kështu na kallëzojshin, se si e kanë mësu xhamatën e vetë në atë zaman dhe në atë kohë. Ama ka pas xhamat që ka ardhë me gjitha këto problemet me ardhë dhe me mësu dinin dhe Islamin. Sot e kina ketë liri, salamadi, ama duhet me sajla mi ngrej njerëzit me shti me mësu Koranin. Kur kush të ngut, kur kush të prek, veç mësati. Bile kushtet për me mësu dinin, kur ma të mirat si janë konë. Kur ma të mirat si janë konë. Edhe apet, duhet mi lut njerëzit me shti me mësu dinin. Para me ndojnë në këtë zaman me ardhë një sistem sikur se aj zamani, sikur se aj sistemi, qka do të kishtë ndodhë me neve? Allah biler, xhamiat pa xhamat, pa imama, një zot e din kishë mëri puna. Këtë kishë hikë ndoshta, këtë kishë mi hikë. Allah në arrujt për ati zamanet. E thot muslimant, deri në atë kohë kështu kina mësu dinin, më sheft kina shku. U ka dash, kur kimi dash me akallzu dikuj një hajr, një ajet, një hadis, u ka dash më shef me shku me akallzu, deri sa Omeri u bo musliman. E kur u bo Omeri musliman, mirë disë qabës, dirë shme dhe më shme derse. Ju kallëzëshme njerëzve për Islam, për imanin, për besimin, për hakin, të vërtetën, hapta zë kallëzëshme. O xhamat, si shtot Omeri radhiyallahu anhu, ikhshawshinu fa inna an-ni'ama la tadumu. Ju ka thonë sahabëve ma vonë dikur në Medinë thuhet. Ka thonë ikhshawshinu, ikhshawshana e ka kuptimin kur e ki të mirën shfrytëzoje. Ju ka thonë kur e kini të mirën shfrytëzojeni në maksimum. Fa inna an-ni'ama la tadumu, nga se thotë të mirat nuk janë për çdo herë. E kini të mirë një nimet që ta ka dhonë Zoti, shfrytëzoje deri në maksimum, sepse ka marrë zamani ti kime dash, ama s'kime pas mundësi. Ti kime pas qef, me mësu dinin, me mësu Islamin, me imanin, ama s'kime pas mundësi. E si o mirësi e Zotit, shtash ki mundësi me ndihmu dinin me pare, ndihmoj me pare. Je i ri, je me ndje prejt, ki mundësi me mësu fejnë, shko mësoje.
Je i shëndosh, i ki kom të forta, ki mundësi me prezentu në për gjamije, në për derse, shka, sepse ka marrë zamani që s'ki me pas pare, ka marrë zamani që ka me të ntrash mendja, ka marrë zamani që ka me të nëshu kom, ki me dashta, mas ki me pas mundësi. Ki me dashta, mas ki me pas mundësi. E të mirat kështu janë të mirat Allahut Azza wa Jall. Dhe thot ky sahabiu, wa jalasna hawla al-bayt halaqa. Thot dhe në Qabe u hundshmi e bëjshmi rrethin ton për me mësu Kur'an, për me mësu dinin. U hundshmi rreth, u kryu, u bo me xhlisi muslimanëve në Qabe. Derisa Omeri pa u bo musliman, s'kish mundësi mu fal në Qabe. As s'kish mundësi musliman të mu hundsh mu bo rreth xhamat, grup. Si të shifshin mu njëherë. Ja i rreshin, ja i vrajshin kështu me radhë, si përmendëm, si kemi përmend në dersit e kalume. Tha kur Omeri u bo musliman, u kry puna mo. U hundshmi, u bëjshmi grup në Qabe edhe e mësojshmi dinin njëri tjetrit. Tha, wa tufna bil bejt, fillum me bo tavaf në Qabe, la ilaha illallah. Në Qabe s'kan guxu me bo tavaf. E thot kur u bo Omeri musliman, fillum me bo tavaf në Qabe. Hatta zekit na shifshin, bile thot, wa anta safna mimmen ghalada alejna, wa radatna alehi ba'da ma jeti bihin. Thot, edhe disave që u sjellshin keq me neve, fillum mi ndejt për balë. Ati të keqit dë njerë du të mi ndejt për balë. Se si ti shlesh udh, a i t'hip në qafë. E thot, kur u bo Omeri musliman, fillum atinve të këshive me u ndejt karshi. Balë për balë. A i folke në e këshishmi nësi, shtrem të këshishmi. E tha, bile, nuk ndashmi këtu, fillum edhe me vakti ka dhe një laf. Që mi u kaldu se dhe na imi këtu pisot e në ato. Që me vabo me dije, sikur që i dini me fol edhe na dim me fol. Sikur se që dini mi nxerë dhamt edhe na dim mi nxerë dhamt dhe njerë. Masi që Omeri u bo musliman. Dhe për këtë shkak, Omeri radhiyallahu anhu, prej si u bo musliman, u da në Mekë, Islami dhe jo muslimant. Islami dhe qufri u bo dukuri në Mekë. Deri në atë kohë, krejt njerëzit mendoni se në Mekë, ata që sishin Mekeli normal, mendoni se veç jo musliman, veç mushrik ka në Mekë. Pasi që Omeri u bo musliman, çdo sen dolin mejdan. U pa dhe u murve se në Mekë, ka edhe musliman, edhe jo musliman. U kuptu se ka edhe njerëz që falen dhe që adhurojnë Allahun, ka edhe njerëz që i bëjnë shirk dhe zullum në ibadet vetvetes dhe muslimanëve. Ky ishte Omeri radhiyallahu anhu, shkurtimisht do të vazhdojmë me derse tjera në xhamon e ardhshme. Alhamdulillahi rabbil alamin.